Është hapur zyrtarisht Forumi Financiar i Kosovës 2026 në një mbrëmje solemne të mbajtur mbrëm, ku morën pjesë dhjetra të ftuar vendor dhe ndërkombëtar. Edhe në ditën e sotme, në këtë forum po marrin pjesë një sër personalitetësh të njohura ndërkombëtare, duke dhënë atij një dimension të gjerë rajonal dhe global. Themeluesi i Forumit Financiar të Kosovës, Astrid Panja, foli për qëllimet e këtij organizimi, duke theksuar rëndësinë e transparencës, stabilitetit dhe integritetit financiar. Ai u shpreh se forumi synon të prezantojë Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme në aspektin ekonomik dhe financiar, duke bashkuar aktorë vendor dhe të huaj, si dhe duke krijuar ura bashkëpunimi për të ardhmen. Kapitali sot lëviz shumë shpejt, por vendimet për investim varen nga besimi dhe stabiliteti. Sfida kryesore për rajonin është të ofrojë parashikueshmëri dhe qëndrueshmëri për investitorët. Ky forum synon të lidh politikbërjen, sektorin financiar dhe investitorët në një platformë të përbashkët diskutimi. I pranishëm në forum ishte edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ahmet Ismaili, i cili foli për gjendjen e sistemit bankar në vend. Forumi po konsolidohet si një platformë rajonale ku diskutohen zhvillimi ekonomik dhe stabiliteti financiar. Sistemi bankar në Kosovë mbetet stabil me kapitalizëm të mirë dhe likuiditet të lartë, ndërsa reformat për digitalizim dhe integrim evropian po vazhdojnë. Në forum ishte e pranishme edhe Ministrja e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Gusari Lila, e cila foli për mbështetjen e ekonomisë dhe rritjen e eksporteve. Pavarësisht sfidave politike, zhvillimi ekonomik i Kosovës po vazhdon me sektorin e shërbimeve si shtyllë kryesore të rritjes. Eksportet e IT-s dhe shërbimeve po rritën ndjeshëm, ndërsa qeveria synon transformim industrial përmes parqeve të reja dhe uljes së deficitit tregtar. Nga përfaqësuesi ndërkombëtar, fjalën e mori drejtuesi për Evropën Juglindore në IFC, Marcelo Castellanos. Ekonomia e Kosovës po shënon rritje të qëndrueshme, por sfida mbetet krijimi i vendeve cilësore të punës. Për zhvillim afatgjat nevojitet më shumë pjesëmarrje në tregun e punës, veçanërisht e grave, përmirësimi i aftësive dhe rritja e produktivitetit të bizneseve. Përveç fjalimeve gjatë ditës u mbajtën edhe panele të shumta, të cilat trajtonin tema të ndryshme dhe zhvilloheshin njëkohësisht në salla të veçanta. Pjesë e njërit prej paneleve ishte edhe Ministri i Ekonomisë dhe Punës nga Maqedonia e Veriut, Pesar Durmishi. Ky nuk do të jetë edicioni i vetëm, pasi që Forumi Financiar i Kosovës pritet të organizohet edhe në të ardhmen.